Policia e shtetit ka hapur konkursin për punësim në zyrat e shërbimit të qytetarëve dhe operatorëve 129. Projekti në fjalë u prezantua nga ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, i cili u bëri thirrje të gjithë të rinjve të cilët kanë përfunduar studimet e larta të bëjnë pjesë e këtij konkursi. Ai ka thënë se të rinjtë e përzgjedhur do të trajnohen për komunikimin që ata duhet të kenë me qytetarët. Sipas Tahirit, nga konstatimi është vërejtë që operatori i shërbimit telefonik 129 në shumë raste përgjigjet pa etik dhe jo në kohë. Ministri i Brendshëm është shprehur se edhe në këtë drejtim do të bëhet një reformim të rësor që nga zyrat deri tek personat do të punësohen në ofrimin e këtij shërbimi, të cilët gjithashtu do të jenë të rinj dhe të reja civil dhe të trajnuar më së miri. Zyrat në Tiranë dhe në të gjitha rajonet dhe komisariatet në të gjithë Shqipërinë janë të nevojshme sepse lufta ndaj kriminalitetit kërkon bashkëpunimin e qeverisjes me qytetarin. Ky bashkëpunim kërcënohet kur qytetari e ka të vështirë të bashkëpunojë me policinë. Policia sot jep edhe më shumë shërbime të cilat janë administrative. Ne po marrim nisma ku qytetari trajtohet si klient e policisë shtetit si ai që ofron shërbimin. Kjo është një nismë e munguar për 20 vjet dhe ne tashmë po e mundsojmë. Këto zyra do të jenë të shumta dhe do të mundsojnë eliminimin e korrupsionit. Ky është hartimi i një sistemi kompjuterik të digitalizuar, tha ministri i Brendshëm. Gjithashtu i pranishëm në këtë aktivitet ishte edhe drejtori i policisë së Tiranës, Ardian Çipa, ku në fjalën e tij, Çipa duke u bërë thirrje të gjithë të rinjve të cilët kanë përfunduar studimet e larta që të aplikojnë për vende pune në këto zyra. Ka ndodhur jo rrallë kur korrupsioni nga njëra anë dhe mosdhënia e shërbimit ndaj qytetarëve nga ana tjetër ka cënuar besimin e qytetarëve tek policia e shtetit. Në policinë e shtetit për shkak edhe të natyrës shërbimeve dhe veçanërisht për rreth 70 shërbime administrative, nuk ka pse të jetë punonjës policie ai që komunikon me qytetarin.